Një afërm ka hajmali dhe një gur nga buzmadhja. Si të veproj me to? Siç kemi thonë gjithmonë. Ujë të kënduar i hedhim brenda uthull dhe pak krip, pa dhe pas pat uthull, me krip s'ka problem, po më mira kjo. I fut këto gurët që ke marrë atje dhe hajmalit, i fut mrena, i hap aty mrena, i zbërthen aty mrena, nëse ka dhe gjona të tjera aty, i lën aty mrena për ca kohë, pastaj ujin e derdh, ose në banjo, ose ke lavamani, ose ke trungu i manit, ose i qeshis, ose i ftojt, ose i hurmës, ose i rushit, ose i fikut, ose e hedh ke bari, s'ka problem, ose në tokë, ose ku të dush ti në lumë, e në det, e në oqean, dhe këto gjërat, edhe gurin, edhe këto gjërat e tjera, flakën, i vend flakën. Edhe largoj këto gjëra nga shtëpia. Largoj këto gjëra nga shtëpia.